Situata me përmbytjet vazhdon të jetë kritike në Kërçov, 120 persona janë strehuar në sallën e sportit. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe këmbgul që të mbetet qeveria teknike, thotë se është garancia vetme për zgjedhjet e ndershme, reagon VMRO. Të dielën votohet në 4 komuna, KSZ shpërndau materialin zgjedhor, në mesnat përfundon fushata. Përfundoi numërimi votave të zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Kosovë, lëvizja vetëvendosje, Albin Kurtit fitoi 57 deputet. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Gjendja me përmbytjet vazhdon të jetë kritike në disa lokacione ku lumejt kanë dalë nga shtratet dhe kanë përmbytur shtëpi, toka bujqësore dhe objekte të tjera. Në Kërçov, aty ku gjendja ishte më kritike, janë evakuuar 120 persona dhe janë strehuar në sallën e sportit. Drejtoria për punë hidrometeorologjike ka njoftuar se gjatë fundjavës pritet rreshje të reja, ndërsa Këshilli Republikan për Sigurinë e Trafikit bëri thirrje qytetarëve që të përgatisin automjetet për kushte dimrore para se të nisen për rrugë. Ka vazhduar evakuimi i banorëve të rrugës Prilepska të Kërçovës, duke arritur numri i tyre në 120. Sipas njoftimit të Qendrës së Menaxhimit të Krizave, personat e evakuar mbeten të strehuar në sallën sportive Hristo Uzunov. Ndërsa bëjnë me dije se gjatë ditës së shtunë do të bëhet inspektimi objekteve të dëmtuara. Ndërkaq gjendja me përmbytjet vazhdon të jetë kritike në disa lokacione për shkak të daljes së lumenjve nga shtrati. Njoftojnë se janë përmbytur lagje, shtëpi, bodrume shtëpi, shoborre shtëpish, sipërfaqe bujqësore, ndërsa theksojnë se po intervenohet me mekanizma të rëndë dhe me pompa po kryhen nxjerrja e ujit nga bodrumet, oborret dhe objektet afariste. Në Koçan ka dalë nga shtrati lumi Koçanska, lumi Zërnovska, lumi Orizarska. Në Probishtip ka dalë lumi Kiselica, në Ohër lumi Dalja, në Krushev dhe Demir Hisar, lumi Cërna dhe lumi Obedniqica. Në komunën e Zhelinës është raportuar dalje nga shtrati e lumit Vardar. Po ashtu kanë bërë me dije se në zonat e Tetovës janë raportuar rrëshqitje dheu në rrugët lokale drejt fshatit Gjerm dhe në lokalitetin Banjë, të cilat aktualisht janë të pakalueshme. Kurse në Reqis të vogël është raportuar shembje një muri mbajtës, me që rast është shkaktuar dëm material. Nga Drejtoria për punë hidrometeorologjike ka njoftuar se gjatë fundjavës priten rreshje të reja, të cilat në male dhe në vende më të larta do të jenë të borës, ndërsa në pjesët tjera diku do të ketë borë e diku shi. Nesër pasdite dhe në mbrëmje, rreshjet gjithandej do të jenë vetëm të borës. Rreshje më të dendura do të ketë në pjesët perëndimore, në të cilat shtresa e dëborës në male do të rritet për 20 cm, ndërsa në pjesët tjera 5 deri në 10 cm, rreshje bore do të ketë edhe të dielën. Pas paralajmërimeve për rreshje dhe ulje drastike të temperaturave për gjatë fundjavës, nga Këshilli Republikan për Sigurinë e Trafikut dërguan apel dhe rikujtuan për kujdes dhe përgjegjësi në vozitje, si dhe përdorim të domosdoshëm të pajisjeve dimrore. Përpara se të niseni për në rrugë, është thelbësore ta përgatitni siç duhet automjetin tuaj për drejtim në kushte dimërore. Kryeni një inspektim të automjetit që zakonisht përfshin kontrollin e antifrizit, nivelin e karburantit, nivelet e lëngjeve të fshirësve të xhamit, gjendjen e baterisë, si dhe gjendjen dhe presionin e gomave. Nga dita e hënë paralajmërohet që temperatura të ulen në -10 gradë. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe këmbgul që qeveria teknike të mbetet pasi sipas tij ajo është garancia e vetme për zgjedhje të ndershme. Filipçe tha se VMRO nuk e do qeverinë teknike sepse kjo për këtë pushtet do të thotë hapje të kutisë së Pandorës. Ndërsa nga VMRO të Pomnej përgjigjen Filipçes duke i thënë se ai nuk refuzon vetëm takim liderësh, por refuzon dialogun. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe nuk heq dorë nga qeveria teknike. Thotë se ajo është garancia e vetme për zgjedhje të ndershme, ndërsa përsëriti refuzimin për pjesëmarrje në takimin e liderëve të thirrur nga kryeministri. Filipçe thotë se takim me kriminal nuk do të ketë.
Smetëm deka veke se... Nuk guxon të hiqet qeveria teknike sepse ajo është e vetmja dritë, mundësia e vetme për zgjedhje ferë dhe të ndershme. Ata nuk e duan qeverinë teknike, sepse kur do të hyjë ministri i opozitës, do të ketë qasje në të gjitha keqpërdorimet edhe të gjithë sistemin e korruptuar. Nuk duan qeveri teknike, sepse kjo për këtë pushtet do të thotë hapje të kutisë së Pandorës. Nga VMRO DPMN i përgjigjen Filipçës duke i thënë se ai nuk refuzon vetëm takim liderësh, por e refuzon dialogun dhe dorën e zgjatur për të ndërtuar konsenzus për interesat shtetërore. Maqedonisë nuk i duhet një opozitë e tillë, e cila është kundër gjithçkaje vetëm që të jetë kundër. Është koha që Filipçe të tekaloj veten e tij, sepse shteti ka nevojë për politikan të përgjegjshëm dhe serioz. LSD dhe Filipçe nuk e heqin nga goja fjalën integrim evropian, por sot edhe një herë treguan se atyre nuk u intereson kjo gjë. Një ditë më parë, kryeministri Hristijan Mickoski tha se nuk ka nevojë për votat e opozitës, sepse qeverinë teknike mund ta shfuqizojnë me votat e shumicës, por takimi i liderëve përveç qeverisë teknike do të përmbledhte edhe disa tema të tjera. Këshilli i prokurorëve publik do të hapë procedurë për akuzat e kryeministrit shprehura ndaj prokurores publike Lençe Ristoska, të cilën e quan mediokre. Ristoska reagoi duke thënë se deklaratat të tilla ushtrojnë presion dhe shkelin pavarësinë e saj në punën e një prokurori publik. Ajo i vlerësoi akuzat e kryeministrit si fyerje dhe kualifikime të pabaza profesionale për të cilat kërkoi që ai t'i kërkojë falje publikisht. Ajo ja dërzoi kërkesën për falje publike dhe tërheqjen e akuzave të kontestuara me shkrim kryeministrit dhe në të njëjtën kohë dërzoi një njoftim me shkrim Këshillit të prokurorëve publik, duke treguar se një fjalim i tillë publik nga kryeministri shkel pavarësinë e saj si prokurore publike. Dy persona nga Shkupi janë gjetur pa shenja jete në një vikend shtëpis në fshatin Gjenoviste e përmtë gostivarit njoftuan nga sektori punëve të mbrendshme i Tetovës. Sipas policisë, me datën 8 janar 2026, rreth orës 23:45, rasti është denoncuar në drejtorinë e punëve të mbrendshme të gostivarit se janë gjetur pa shenja jete të 30 vjeç dhe inë po ashtu 30 vjeç që të dy nga Shkupi. Mjeku ka konstatuar vdekjen pa gjurmë të dukshme dhune. Me urdhër të prokurorit publik, trupat e pajet janë dërguar për autopsi me qëllim që të përcaktohen shkaqet e sakta të vdekjes. Zgjedhjet e përsëritura për kryetar komunash në Gostivar, Mavrov, Rostush, Vrapqish dhe Qendër Zhub do të mbahen të dielen me 11 janar, ndërsa fushata përfundon sonte në mesnatë. Të shtunën votojnë të sëmurët të pafuqishmit dhe personat në burgje. Në këto zgjedhje nuk kërkohet dalje minimale e votuesve. Zgjedhjet e përsëritura për kryetar komunash në 4 komunat Gostivar, Vrapqish, Mavrov, Rostush dhe Qendër Zhub do të mbahen të dielen më 11 janar. Fushata zgjedhore përfundon sonte në mesnatë dhe më pas vijon heqja zgjedhore që do të zgjas deri në mbylljen e vendvotimeve të dielen në orën 19. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve sot i ka shpërndar fletvotime dhe pajisjet për identifikim biometrik në komisionet komunale të zgjedhjeve. Nesër të shtunën të drejtë vote do të kenë qytetarët e sëmurë dhe të pafuqishëm, si dhe personat në burgje që janë të regjistruar në listat zgjedhore të këtyre komunave. Në Gostivar janë të regjistruar gjithsej 82.870 qytetar me të drejtë vote, prej të cilëve 78.185 janë banor të përhershëm të komunës, ndërsa 4.604 janë të regjistruar në listën e posaçme për votuesit që jetojnë jashtë vendit. Në burg ose para burgim ndodhen 81 persona. Në Vrapqish numri i votuesve të regjistruar është 27.279, prej të cilëve 26.318 janë banor të komunës, 950 jetojnë jashtë vendit, ndërsa 11 në burg. Mavrov Rostush ka 10.575 votues, 9.622 në listën e rregullt për banorët e komunës, 951 jashtë vendit dhe 2 në burg. Qendër Zhub është komuna më e vogël për nga numri votuesve, 7.562, prej të cilëve 6.305 janë banor të komunës, ndërsa 1.257 jetojnë jashtë vendit. Sa i përket kandidatëve për kryetar komunash në Gostivar, garojnë Nevzat Beta nga koalicioni Vlen,
dhe Valbon Limani mbështetur nga AKI. Në Vrapçisht zgjedhja është mes Isen Shabanit nga AKI dhe Zulhajrat Demiri i mbështetur nga ASH Selës dhe Vlen. Qendër Zhub ka një kandidat Arjan Ibrahim nga Partia Demokratike e Turqve, ndërsa në Mavrov Rostush për kryetar komune garojnë Oner Jakupovski nga koalicioni Maqedonia Jote i udhëhequr nga VMRO-DPMNE dhe Anes Ahmeti nga LSDM. Ndryshe nga zgjedhjet e rregullta lokale, në zgjedhjet e përsëritura nuk kërkohet dalje minimale prej 1/3 së votuesve. Arsyeja e përsëritjes së zgjedhjeve është dalja e pamjaftueshme në raundin e parë të zgjedhjeve lokale në tetor të 2025-s. Kandidatët për kryetar komune të Vrapçishtit, Isen Shabani AKI-s dhe Zulhajrat Demiri, që mbështetet nga Vleni dhe Aleanca e Selës, kanë vazhduar fushatën zgjedhore. Shabani kishte takim përmbyllës, ndërsa Demiri pati takime me qytetarë, ndërsa takimin përmbyllës do ta ketë pak orë para heshtjes zgjedhore. Ka vazhduar fushata për zgjedhjet lokale që do të përsëritet më 11 janar në komunat e Gostivarit, të Vrapçishtit, Qendër Zhupës dhe Mavrov Rostushës. Ndonëse është çështje orësh deri në përfundimin e fushatës, kandidatët për këtë komunë apo japin atomën e fundit për të bindur qytetarët se duhet të votojnë për ta. Kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim për komunën e Vrapçishtit, Isen Shabani, ka mbajtur dje tubimin përmbyllës, në të cilën morën pjesë edhe liderët e koalicionit Ali Ahmeti dhe Arben Taravari. Iseni, i cili synon edhe një mandat për të udhëhequr me komunën e Vrapçishtit, premtoi shkolla të rregulluara, rrugë të ndërtuara dhe ujë të pastër. Platforma jonë për 4 vitet e ardhshme ngërthen në vete 51 kilometër kanalizim në gjitha fshatrat e komunës, një projekt jetik për shëndetin dhe mjedisin, 11 rrugë të kontraktuara që tashmë kanë kaluar fazën e parë dhe kanë mbetur vetëm në 2 fazat përfundimtare. Projekte reale, jo premtime boshe. Fushatën për zgjedhjet lokale e ka vazhduar edhe kandidati i Vlenit për këtë komunë, Zulhajrat Demiri. Ai ka takuar banorët e disa fshatrave, duke premtuar infrastrukturë të re, shëndetësi më të mirë dhe arsim më cilësor. Për Demirin, përkrahje kanë ofruar edhe të gjithë liderët e Vlenit, të cilët po ashtu kanë zhvilluar takime me qytetarët, si dhe Aleanca për shqiptarët të krahu i Zjadin Selës. Momentet e fundit për fushati kanë shfrytzuar edhe kandidatët për kryetar komunit e Gostivarit, Valbon Limani AKI-s dhe Nevzat Bejta i Vlenit. Ata u kanë premtuar banorëve kushte më të mira në të gjitha lëmit. Me ritëm të njëjtë, fushata për zgjedhjet lokale ka vazhduar edhe nga kandidatët për komunën e Gostivarit. Me motën është koha të shohim përpara me Gostivarin, kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim Valbon Limani thotë se nëse arrin të marrë besimin e qytetarëve, ai do të jetë kryetari të gjithëve, pa dallim feje apo etnie. Nuk do të shoh as parti, as fe, as ngjyrë, sepse ne të gjithë bashkohemi nga një gjë shumë më e madhe. Të gjithë jemi Gostivaras. Më 11 janar dilni dhe votoni numrin 3. Ndërkaq, kandidati i Vlenit, Nevzat Bejta, ka takuar banorët e fshatit të Ballindoll, nga ku para qytetarëve të asaj zone ka shpalosur programin e tij, me të cilën kërkon besimin e tyre. Dëgjova kërkesat e tyre dhe prezentova programin tim zgjedhor me projekte konkrete zhvillimore për çdo vend banim të Gostivarit. Me 11 janar nisim që projektet të jetësojmë, sepse bashkarisht na presin shumë punë të mira. Bejta nuk është ndalur me kaq, ai ka takuar edhe banorët e Lagjës së Re. I njoftova për të gjithë projektet që do të realizohen gjatë mandatit tim si kryetar komune, me synimin për të ndërtuar një qytet funksional e të pastër, me lagje moderne dhe një komunë me transparencë maksimale, gjithmonë në shërbim të qytetarëve, është shprehur Bejta. Ministria e Financave njofton se është realizuar pagesa e transhesë së re nga buxheti në vlerë prej 424.9 milion denareve ose 6.9 milion eurove ndaj bankës zhvillimore për përkrahjen e kompanive vendore. Ata sqarojnë se me pagesën e kësaj transheje përkrahja e përgjithshme e shtetit ndaj ekonomisë vendore arrin në 13.8 miliard denar ose 224.3 milion euro nga mjetet e përgjithshme prej 250 milion eurove të planifikuara për përkrahjen e kompanive vendore.
Për këtë, qeveria i ka siguruar këto mjete përmes linjës kreditore nga Banka Hungareze Export-Import për përkrahjen e ekonomisë vendore. Përkrahja përfshin plasmanin e mjeteve me kushte të favorshme për kompanitë në drejtim të realizimit të investimeve private, me që rast ata do të sigurojnë zhvillimin e tyre dhe nxitjen e rritjes ekonomike. Mjetet janë plasuar të shfrytëzuesit e fundit përmes bankave afariste, ku norma e interesit është 1,95% në nivel vjetor, afati i shlyerjes 15 vjet dhe periudha grace 3 vjet. Qatë muaj dhjetor të vitit të kaluar, higjiena komunale Shkup mblodhi dhe transportoi 13.000 ton mbeturina komunale nga hapësirat publike në teritorin e qytetit të Shkupit. Në të njëjtën periudhë kohore, ndërmarrja ka përpiluar 225 proces verbale, pjesa më e madhe të cilave ka qenë për komunën e Karposhit. Ndërmarrja publike higjiena komunale Shkup ka njoftuar se gjatë muajit dhjetor të vitit 2025 ka grumbulluar dhe transportuar gjithsej 13.000 ton mbetje komunale nga koshat e amviserive individuale dhe nga kontenjerët e vendosur në hapësirat publike në teritorin e qytetit të Shkupit. Ekipet e ndërmarrjes kanë larguar edhe 2200 metër kub mbetje kryesisht voluminoze dhe ndërtimore nga deponit ilegale të vendosura në të gjitha komunat e Shkupit. Nga ndërmarrja informojnë se ekopatrulla e higjienës komunale gjatë muajit të fundit të vitit të kaluar kanë realizuar një numër të madh bisedash edukative me përfaqësues të subjekteve ekonomike dhe me persona që janë kapur duke hedhur mbetje në mënyrë të parregullt. Higjiena komunale gjatë muajit dhjetor të vitit të kaluar ka përpiluar 225 proces verbale, pjesa më e madhe të cilave plot 85 ka qenë për komunën Karposh. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka përfunduar numërimin e votave të zgjedhjeve parlamentare të jashtëzakonshme të 28 dhjetorit 2025 në Kosovë. Lëvizja vetëvendosje kryesor me 51,11% të votave dhe për herë të parë një parti në Kosovë ka marrë 486.994 vota, duke siguruar 57 ulëse në legjislaturën e 10 të Kuvendit të Kosovës. Partia Demokratike e Kosovës ka dalë dyta me 22 ulëse të siguruara. Lidhja Demokratike e Kosovës doli e treta në këto zgjedhje dhe do t'i ketë 15 deputet. Në kuvend gjithashtu ulëse i ka siguruar Aleanca për Armërinë e Kosovës, lista sërbe me 9 ulëse dhe Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë me 1 ulëse përmbushin normën prej 10 ulësve të rezervuara për komunitetin sërb, ndërsa 10 deputet janë të pakicave të tjera. Lëvizja vetëvendosje ishte partia e vetme që shënoi rritje në kuvend në raport me zgjedhjet e rregullta parlamentare të 9 shkurtit 2025, ku siguroi 48 ulëse në kuvend dhe nuk arriti ta formonte qeverinë. Në Shqipëri vazhdon moti i keq, ku në disa qarqe të vendit rreshtet e Vorrës dhe Shiut kanë shkaktuar probleme. Sipas autoriteteve, pas rreshjeve të Shiut të ditëve të fundit, rreshtet e Vorrës në orët e fundit kanë krijuar probleme në disa zona të vendit. Sipas njoftimit, forcat e armatosura të Shqipërisë, strukturat e mbrojtjes civile, policia dhe institucionet të tjera janë të angazhuara në terren me mjete dhe personel për përballimin e situatës dhe rikthimin e normalitetit. Shqipëria është përfshirë në ditët e fundit nga moti i keq, ku rreshtet e dendura të Shiut shkaktuan përmbytje në disa qytete, ndërkohë është të shënuar edhe një i vdekur. Situata më problematike me rreshtet e Shiut dhe përmbytje në ditët e fundit u raportua në qarqet Durrës, Shkodër, Lezhë, Fier, Berat dhe Gjirokastër, ku janë përmbytur banesa, biznese dhe tokë bujqësore. Sipas autoriteteve shqiptare, deri tani në rang vendi janë numëruar 1587 banesa në praninë e ujit, janë evakuuar 339 persona dhe 51 familje dhe prania e ujit është konstatuar në 13.211 hektar tokë bujqësore, ndërkohë janë përmbytur edhe disa qendra shëndetësore apo objekte arsimore. Të paktën 15 palestinez përfshirë 5 fëmijë janë vrarë në sulmet ajrore izraelite në rripin e Gazës që nga mëngjesi i së ejtës, pavarësisht një marrëveshje armëpushimi.
Zyrtarët palestines të shëndetësisë thanë se Izraeli shenjestroi tenda që strehonin persona të zhvendosur, shtëpitë dhe një shkollë në të gjithë Gazën. Ministria e Shëndetësisë e Gazës dhe pavarësisht armëpushimit që hyrin në fuqi me 10 tetor, shkeljet izraelite kanë vazhduar me 425 palestines të vrarë dhe 1206 të plagosur. Zëdhënësi i mbrojtjes civile të Gazës, Mahmud Bazal, tha se shenjestrimi civileve dhe strehimoreve është shkelja e qartë e ligjit ndërkombëtar dhe i kërkoi bashkësisë ndërkombëtare të ofrojë mbrojtje urgjente për civilët. Kjo ishte e gjitha për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen. Bashkë, mirupafshim.